Si historian, në fis një pak si. Sa projekt. Përshëndetje shikues të nderuar, po takohemi prapë në emisionin Intervista. Kësaj radhe unë afër e kam Esma Uc. Esma është një profesoresh e të gjitha sporteve, po në njëjtën kohë është këshilltare profesionale për ushqimin dhe shëndetin në përgjithësi, për të kuptuar më shumë detaje rreth jetës së Esmës, karrierës saj dhe si ajo i ndihmon gjithë njerëzit që kanë nevojë për të. Unë e kam afër Esmën edhe po zhvilloj një intervistë shkurtër me të. Esma, fillimisht po flasim rreth vizitës që e ke bërë kësaj here në Kosovë, në Gjakov. Është mas 3 vitesh që nuk ke qenë domethënë këto. Çish po ndihesh? Shumë jam e mirë të ardhën si kur krejt jetën teme, mendësi që presë dhe vi pa durim. Projektet që i paramendoj për derisa në Australi vi vetëm me një mision, gjithmonë me kushdo që vjen për para meje dhe me takon. Çfarë mënyre për të folne, për të shikune, për të ndigjune, apo për ndihmë mentale, fizike dhe shpirtnore, unë gjithmonë jam këtu aftë edhe afër për ty. Po vren ndonjë dallim prej herës fundit që ke qenë? Shumë. Jam shumë krenare dhe ma gëzushme kësaj here, kësaj radhe që thojmë në Gjakov, për kësaj here ku të shkoj mas në Australi do të amri veten edhe ma të hapt, edhe ma të shlirë në zemrën teme, tu pa. Krejt Gjakova jonë, që jena ka ungjëm në zemrën e kulmit Gjakovës jonë, këtu jena të oksigjeni, ku me të vërtet ajri është i pastër për arsye se sytë shikimi për ma bojnë të mundshme, mi pa që krejt Gjakova jeme, që kom lind këto dhe jom rrit 19 vite, për ma jep frymen edhe oksigjenin e rritjes jeme, qysh jom rrit prej fillimit, që jena konë në liri, jena konë suksesshëm, edhe jena konë gjithmonë për para me arritje tona, që vetëm kena vazhdu me sukseset tona. Dallimi jam tash, prej herës kalume është që kum pa që jeni rritë edhe ma shumë, jeni shtu në harmoni të dashnis, njoni me tjetrin, keni harmoni dhe keni lumturi, keni biseda dhe keni respekte në atë aspekt që për mu vetëm më mritet zemra, kur ndigjoj që jeni mirë, jeni me suksese, edhe kur gjo nuk ju ka thy, kur gjo nuk ju ka nalë, edhe vetëm vazhdoni e përsellni rrugën e mirë që është për shëndetin e juj, që është për të mirat e juja, edhe jeni shumë ma të relaksun, jeni shumë ma, që thojmë na mundesh me marrë frymë fell, si kur specialiste, profesoresh, doktoresh, e frymarrjes, për me të mësu qysh me marrë frymë, për me qëndru gjatë dhimbjeve, bina të role disa herë që na vijnë neve. Për mua është një arritje që me të vërtet është një mësim shumë i vogël kësaj radhe që erdha me ju mu, se pisha shlirimin e vetvetes që ju vetë deri që tash jeni liru
prej krejt merreve, prej krejt këqijave, negativiteteve që ka ndodhur gjatë viteve 1999. Mirë, kemi parë përmes postimeve të ndryshme në Facebook që çdo ditë ESMA ka qenë aktive me grupin e saj, me aktivitetet ndryshme sportive, po edhe shëndetësore. Na trego pak për këto ditë, eksperiencën që e ke pas me grupin tënd. Edhe një grup që vetëm lindi për mu spontanisht. Kur gjo nuk kum planifiku, kur gjo nuk i kum bo me dije që jam ka vi edhe që fse keni dëshirë me dal, mu trenirat prej meje, apo me mësu dishka prej meje, përveç si Arita, i kisha dy mat afërmit të me që ishte Sevdaia, edhe bokseri i ri, edhe djali i vllavit, edhe qika e motrës, edhe dy djemt e motrës. Ata ishin më të afërmit me që do të ma dishin mu kohen kur do të nisha une me ushtrimet e mia ditore që çdo ditë jetës jeme filloj ditën në ora 5. Apo na tregon pak çfarë ushtrime bëni në këto aktivitete? Me specializimet e mia prej fillimit, kom fillu prej moshës 5 vjeçare, qëtu në Gjakob, në rojt e mia me gjimnastik, kalova në atletik dhe në moshën 18 vjeçare u rrita mbrenda natës dhe u duta mjolon. A mundesh me na tregu pak çka përfshin ky aktivitet? Përgjithësi, çfarë ushtrime bëni çdo ditë? Në përgjithësi jam ka mundona mi përfshi mentalitetin, shpirtin edhe trupin e personit. I ndërhym një farë ushtrimeve që thirret frymarrja, të mësoj qysh me marrë frymë. Frymarrja mrena, me hum, kërthiza del jashtë. E qel gojen, e qet frymen jashtë ka goja, kërthiza hin mrena. E përfshim shpirtin ton që është fuqia jon që fillon prej kërthizës në rrethin e barkut. Po forcojmë veten na në fuqin ton që thirret shtëpia fuqis jon këtu, na do të jena mentalisht, shpirtnisht dhe fizikisht gjithmonë të fortë. ESMA na trego për ndikimin që kanë këto ushtrime. Çka i ndihmon atyre që i ushtrojnë këto, i praktikojnë këto aktivitete që po i bëni çdo ditë, prej orës 5:30. Do t'ju ndihmon për shlirimin e shpirtit tëne, pastrimin e shpirtit tëne, do t'ju ndihmon mentalitetin, mendjen e tëne me kfill dhe me shliru, mi liru për krejt dërteve, mërzijave, streseve, depresioneve dhe presioneve të ndryshme, dhe trupit do t'i jep një vitale që do të regosh edhe jashtë do të shkëlqesh, që me të vërtete mbrëmshmja jote është e lirë e pastër dhe fort, ashtu dhe jashtë do të shkëlqen. ESMA, këto aktivitete fizike që i keni bo për çdo ditë ka ndikimin edhe në aspektin psikik edhe në shëndetësor, apo? Më ra rasti mi njoftu disa kategori të niveleve të njerëzve që janë me moshën e ndryshe, edhe me të vërtet me vrej dallimin unë vetë, sikur psikologe dhe profesoreshe gjitha këtyne llojeve të kategorive të programeve që i kam që janë të mijat me vite në Australi, vrejta që edhe këtu dallimi është jashtëzakonisht ndryshe prej njerëzve që rnojnë në Australi, këta që përnojnë këtu në Gjakob. Nashta mendoni që Gjakova jonë e vogël, po mundet më konë jashtëzakonisht e madhe edhe e gjerë për shumë prej neve që mujnë me mësu, sidomos une që erdha me mësu edhe ma shumë prej vetë popullit jam Gjakovar, sidomos në aspektin e mas luftës, shka kanë përjetu njerëzit, tashune me vrejt shlirimin e shpirtit tëne, pastrimin e mendjes tëne, me rezultat për 25 ditë me pas qaq efekt dhe inspirim në vetë vetën e tëne, unë jam jashtëzakonisht krenare dhe jam shumë e gëzueshme me punën teme që jam ka bëj. Sa ka qenë interesimi të rive, po edhe sa kemi pa që gjitha moshat kanë qenë pjesë ushtrimeve. Sa ka qenë interesimi tyre me ardhë dhe
mu zgju herët me Esmën edhe mi bë gjitha ato aktivitete? Muj me ngje numrin e tyne, ishi mas shumë t'i deri në 12-15 veta, edhe çdo ditë e javës ishte ndryshe. E klasifikojsha edhe momentin e tyne, disa ishin të lirë, disa ishin në punë, edhe klasifikojsha si kur konsiderim që në qëfë se filleshin në 5:30, e kryshin disa në ora 7, edhe shkojshin prej orës që unë e vazhdojsha. Është kombinim i kardiovaskular, është endurance, edhe është meditimi. Në çdo aspekt të formave, të teknikave, të fiskulturës që japi une, shka është ma kryesore për mu është frymëmarrja. Çdo moment kur duhesh më marr frymë mrena, kur duhesh më s'më marr frymë, mi qit frymën jashtë, unë jam me ty. Kur ti mendon që nuk ki vullnet, apo nuk ki takat që thojmë në Gjakov, apo nuk ki energji, mi te i kalu qatë formë të fiskulturës në atë aspekt, mendon që zemra ka do me të rshu, mendon që trupi nuk ka lejon mu me vazhdu, unë jam aty në atë moment për ty që të modëvoj, edhe gjithsesi t'japi mjaft energji që ti mi te i kalu ato, edhe mi një vetën që me të vërtet edhe ti koke e nivelit jam. Normalisht që Esma ka një jetë të vetën, të krijune në Australi, edhe tashti është qëllimi që mi vazhdu këto aktivitete dhe mi majtë mësimet për vete që edhe pse Esma nuk ka mu kohën gjatë tërkohës në Gjakov, këta mi vazhdu aktivitetet? Ajo është qëllimi jam. Po njoftova vetëm një shpirt, një person, unë e di që janë ndrova krejt botën, mentalisht, fizikisht edhe shpirtnisht ati personi. E njëjtën kohë edhe i lejoj mu mësu aformime që mi pranu të mirën e të vetë vetës, që mas na jo mi majtë për veti, po mi shpërnda me krejt dashurit e tëne. Fillon prej shtëpis, në qoftë është gruaja, do të shkon për burrin, burri do të shkon për gruan, në qoftë se janë fëmijë të rritunit apo dhe të vegjëllit, ata do të janë një ndër rolet ma pozitive, ma inspirim për të afërmit e tëne që fillojnë prej shtëpis e deri në jashtë shtëpis, me kolegë, me shoqnin, vetëm e shpërndajnë kitë mësim që mësut prej meje. Këto afër i kam edhe disa pjesëtar të grupit që kanë qenë me Esmën këto 25 ditë, edhe do t'i pyesim pak se çush kanë kalu këto ditë. Pinisim me Blinin, apo na tregon pak çfarë aktivitete keni bo këto 25 ditë edhe sa të kanë ndihmu ty që me preparu në sport? Po, unë jam Blen Stavileci, jam atlet, mirëna dhe me vallëzim. Këto një muj që kena pas me Esmën, jam në i shumë i knaqen se si fizikisht ashtu dhe shpirtnisht në ka ndihmu shumë. Disa ushtrime që nuk i kemi pa ma përpara, një përvojë shumë të madhe për moshën që ka shumë një trajnere e fortë. Tiran, ka zëna pak për përvojën tënde? Unë jam Tiran Mamush, jam bokser i Gjakovës, i përfaqësues Kosovës. Domethënë eksperienca me Esmën ka qenë në eksperiencat më të mira, domethënë në karrierën time si bokser, domethënë ku më kanë ndihmu si anën fizike, psiqike dhe shpirtërore. Domethënë edhe më kanë ndihmu domethënë me fitu energji pozitive, domethënë edhe tash sa është pragi për lojat olimpike në Tokyo 2020, domethënë ka javë vetbesim se muj më arrit atë normën olimpike. Fatjana për na kallëzën edhe të çka ke bo këtë ditë me Esmën? Unë jam Fatjan Grezda, jam atlet. Me Esmën kena kalu disa ditë shumë të mira. Edhe Esma është një trajnere mësuese ta quaj. Është një mësuese boksere shumë e fortë. Është një ndjenjë shumë e veçantë në me to. Sa të ka ndihmu ty? Mu më ka ndihmu shumë, si fizikisht, si psiqikisht, në gjitha metoda. Ndër të ftuarit e këtij emisioni është edhe Blerina. Blerina po ashtu është pjesë e grupit të Esmës këto ditë që kanë dalë me aktivitete të ndryshme. Blerina po na tregon pak ç'është kanë bo mundi këto ditë me Esmën edhe sa ndihmon ty si Blerin aktivitetet me Esmën. Atëherë përshëndetje. Këto ditë jo në shumë mirë, normal, kur je afër Esmës në jesh mirë. Faktikisht ushtrimet që na ushtron
Për pas që na anemojnë fizikisht, kena edhe ushtrime tjera, psiqike, ose shpirtërore. Thjesht na lehtësojnë edhe na mëson disa metoda, nëse u kon dikush me neve, i din ato. Tjerët kush s'u kon, veç mujnë mi pa, nëse keni ndaj video që jeni ardhur herave tjera. Jo, ne shumë mirë, faleminderit edhe juve. Ndërkohë afër e kemi edhe vajzën më të vogël të Esmës, e cila është mjaft aktive me aktivitete sportive, edhe ka me na tregu pak se çka bën gjatë jetës saj. Katrina po na tregon se çush po kalon kësaj radhe gjatë vizitës në Gjakov, edhe tregona për sportet me të cilat merresh ti, vajllin. So I do about 8 sport activities. Kjo është hera ime e 4 në Gjakov. Më pëlqen shumë vendindja nënës dhe të gjithë afërmit e saj, po kaloj shumë bukur. Unë e kam inspirim mamin tim, që kur kam qenë e vogël ajo ka qenë iniciator që unë të jem aktive në shumë sporte, si fitness, karate, gjimnastik, futboll, handball dhe sporte rekreative në shkollë. Përveç këtyre unë luaj dhe me instrumentin e violinës, gjë e cila më pëlqen timase. Unë i qëndroj afër mamit gjithmonë në mënyrë që të jem e përgatitur më shumë aspekte të jetës. Ju falenderoj që më bët pjesë e këtij emisioni. Cheerleading, soccer, karate, swords. Pra, Katrina, ne të falenderojmë shumë që ishe pjesë e kësaj interviste të shkurtër for this little interview. Mirë, të ndalimi pak të jeta jote në Australi, karriera jote atje, çka bën Esma në Australi? Qysh është një ditë e Esmës ose një javë e Esmës? Mujmi fillu ditën në ora 5 deri në 6 është dita jeme, koha ime, që muj do të shkoj 10 minuta e japi vetes një notim, që deti është vetëm disa metra prej shtëpisë jeme. Normalisht është aspekti i jon që kujshit mujnë më thonë, a thua pishojmë Esmën nesër apo jo? Për arsye se kena peshkaqej në detët tona, janë shumë të hapta dhe janë shumë të lirë. Ka raste që dikush mundet me hi për notimin e tyne të mëngjesit, 5 minuta apo dhe 1 minutë edhe mundet me humbë, nuk kthehet më. Për mua ne nuk mendoj ashtu, unë vetëm mendoj që muskujt e mia që janë me të vërtet aktive dhe aktivizohen prej momentit që mas pari trupi jam duhet mi prek ujin e detit, masanaj aktivohet me tjera. So 10 minuta bëj notimin në det, që është vetëm shtytje, mrena dhe jashtë, që i zgjoj muskulat e mia, e zgjoj mishin tam edhe përgatiti për vrapimin që bëj deri në 15 kilometra. Pjesa tjetër e ditës? Vinë shpi, përgatiti mëngjezin, për kush është në shtëpinë teme. Momentalisht unë jam gru e dikuj për 31 vite, jam nënë e 5 fëmijëve, prej moshave 30, 28, 20, 18 edhe 10. Mosha 18 edhe 10 rënojnë hala me neve, do më thonë përgatitjet e mia si kur nënë e tëne unë e vazhdoj. I përgatiti mëngjezin. Në atë kohë ata janë qu në ora 6, janë qu vetë, janë tu la, janë tu përgatit për ditën e tëne që do të shkolla. Do të vinë në kuzhinë ku ne kum përgatit ushqimin për ata, edhe është ushqimi jam, të tonë hajmë shumë ushqime të mira, për neve janë të shëndosha, që është bajo, nuk përdorim tomël të lopës, vetëm soja bin, nuk përdorim djathna apo yndyrna të lopës, për ndryshe çdo gjë është pemë përime, edhe disa prej neve konsumojmë hala ushqime të detit, kur gjysa familjes janë shku totalisht bajo që mishnat nuk ekzistojnë kurse edhe të detit në dietën e tëne. Na jep një fuqi, na jep një energji, për arsye se jena shkahojmë dhe shkapim. Vjen koha që përgatitja e mëngjezit, hungnia e mëngjezit, revizioni i matematikës apo anglishtës, detyrave që përgatitemi për ditën, nëse kena muzikën, secili fëmijë prej familjes jeme i kum drejtu në rrugën e muzikës prej moshës 3 vjeçare, edhe secili e praktikon një lloj muzike.
So ja japin vetës 20 minuta çdo mëngjes, duhen mi përkthy veten, edhe unë në ato momente jam nën, mësuese tyne, agjente tyne, edhe pres deri në ora 8, gjitha këto të bashkohen, kompletohen edhe i çojnë për shkollë. Njona është në kolegj, që është 20 minuta larg shtëpisë jon, e tjetra është vetëm 10 minuta. I çojnë në shkollë, i voziti, edhe i lon në shkollë, edhe prej orës 9 në mëngjes fillon pra dita e jeme. Prej asaj i ka me 2 orë të mëngjesit, që është mëngjezi për Perthin, që shkoj edhe i mësoj 2 klasë jashtëzakonisht të forta, të mëdhaja me ushtrime. Njona është kardio, që është kombinim i 1 ore, shumë fill box edhe kickboxing. Pastaj është me vegla që thirret body pump. Unë jam mastere e mësuseve për të mësuseve, jam profesoresh për ato, edhe krejt Perthi do të pret për ato 2 orë që Esma ka me në ardhë edhe ka me në fillu ditën me ato. I kryj ato, e kam një gjysore nërmjet 2 orëve që kryjva aty, për mu derisa të mrite klubi tjetër, që dhe atyne do t'ju nimoj edhe 2 orë. E kam mesne edhe një gjysore prapë për atyne, deri në tjetrën, deri në ora 3, i kryj 6 orë. Për orës 3 një qrek, jam e lirë, po jo për veten, tash prapë për familjen. Shkoj marrë 2 vajzat për shkollës, edhe i vazhdoj këto, masane e kanë sportin dishka tyne, që i qoj atje, e kanë muzikën e tyne, që i qoj atje edhe i marrë edhe deri në ora 6 në mbrëmje. Në ora 6 në mbrëmje deri në 8 i përfshi edhe 2 klasë, ato janë meditim, që i mësojnë për klubet e Perthit. Një ditë mjaftë e ngarkuar e Esmës, po sa është me fizikë. Sa është e vështirë të njëjtën kohë mu kujdes për familjen, të njëjtën kohë mu marrë me vetën, po të njëjtën kohë dhe me punu. I falemderohem familjes Gjakovare, shqiptare, prej fillimit që më kanë qu në hapat e qiknis që jam rritë si kur vajzë. Prej fillimit i kina pas prind jashtëzakonisht edukun edhe plus me aktivitete fizike. Kina qenë një familje muagjiri jena, nuk i ki pa disa ashtu si kur në kohën e moqmi, kini pa babat vllaznit të pi duhan, jo në familjen teme. Edhe besoj rojt për mu kanë fillu për shëndetin, mu kujdesu për në kohën kundra dohonit prej ditëve të para ku ju mrit onë. Edhe afërmimet e jetës që shkom vazhdu vinë ka ona e babës, ka ona e nanës, me gjithë prind të tëne, kanë qenë jashtëzakonisht njerëz të edukun edhe të talentun. So, po më kthejshen kiton, po më kthejshen aton, unë isha gjithmonë të ndimu dishka dhe të mësu prej tëne, që deri në moshën 18 vjeqara më thonë, ku kna kone përgatitne dhe më shku në Australi. Mirë, po kthehemi pak te këshillat shëndetësore dhe këshillat e ushqimit. Sipas Esmës, cilat janë këshillat për një jetë shëndetshme, në njëjtën kohë me ushqy mirë, po me qenë shëndetshëm. Filozofia ime është unë jam, shka ha, shka pi, dhe ushtrimet, praktikat që i bëj ditore për mendjen, trupin edhe shpirtin. Fillojmë me ujë. Mëngjezi gjithsesi kur t'i qelë syt, duhesh mi pas një gotë ujë për fillimin e jetës jote. Mas ne edhe kisha konsultu si kur që ja kom nis me këtë grupën Esma, që bithirin grupa Es në Gjakov, konsultimi jam maj afër me i për shëndetin ton, mi a fillu edhe mi pastru veten, pa marrë parasysh numri, mosha që e ki, kur nuk o vonë mi anis, një lukt has mjaltit, një thelb të hudrës, sa ma shumë e preni thelbin e hudrës, aq ma shumë vitaminat e hudrës kanë me dalë jashtë. Ato kanë një përvojë jashtëzakonisht të dobishme për trupin ton, sa është kundra kancerit. Do me thonë një lugë has mjalt, një thelb të hudrës, e preni sa ma shumë, afër e keni gastarën e ujit, e hani, e pini gastarën e ujit, një grusht magdanoz, edhe ajo është një shërim, një vitamin kundra kancerit, 50% të krejt kemoterapisë në botë, kushdo që përdor kemoterapin, do të është
prej hudrës edhe prej magdanozit. Tjetra është kemikale, medicinë. Do më thonë, në qëfë se na ja nisim prej fillimit e konsumojmë çdo ditë jetës jonë, një thelb hudër, mjaltin për energji, edhe magdanozin, unë e kokna ka mbroj vetë vetën prej fillimit, prej smundjeve të kancerit, që vinë ndaj ushqimeve tjera, ndaj adeteve të këqija, që është duhoni, që është alkoholi, që janë tabletat e mjekëve, që janë drogat. Se është një pastrim jashtëzakonisht i mirë për ty mi fillu ditën. Edhe njëjtën kohë, magdanozi e hek aromen edhe shijen e hudrës, që do më thonë në qëfë se keni biseda, në qëfë se keni konsultime, qëfë se keni dishka shumë interesante, nuk keni dëshirë dikush mi unë aromen e hudrës, magdanozi e hek totalisht. Edhe një gastar ujë, 2 gastar ujë, një lugë mjalt, hudrën, edhe magdanozin, unë ju garantoj që ju keni mi pas një ditë jashtëzakonisht, shumë të fortë. Në anën tjetër, në kohën që jetojmë njerëzit kanë probleme ndryshme me mbipeshën. Sipas esmës, dietat e ndryshme janë të mira për shëndetin? Gjithsesi. Dietë neve në Australi edhe unë sikur profesoresh, doktoresh e specializune për 32 vite atje, thirrë dieta është shka është në atë dietë. Nuk do më thonë për shkojën dietës jam ka hakur gjo, për nërje në ajër, apo vetëm me ujë, por është ndryshimi i dietës, do më thonë i eliminon gjanat e këqija. Shka janë ato, shiqeri nuk është i mirë, krypa nuk është i mirë, milli i bardhë nuk është i mirë. Këto muj mi konsumu me dishka tjetër. Në vend shiqerit muj me pas mjalt. E në vend krypës muj me pas në farë dishka vitamine tjetër që vjen për herbave, që janë dishka me krypen apo me atë shijen e detit. Krypa e detit, sa ma kristale ma madhe, është ma mirë në qëfse ju vetë e bleni, mas në e bluni vetë, se sa mi blet blunën. Blunën që pi bleni ju jeni ka bleni ma të keqen e konsumimit, kristalizimit që do të shkon direkt në gojë të juj edhe në bryllat e juj, edhe kudo që kena brylla. Të kthehemi te një aspekt tjetër, sipas te sa mundet mu zëvendësu tretmani mjekësor me mënyra tjera, që po i thojmë bio. Naturale apo bio. Me njëherë, në momentet e ditës sotme moderne, njerëzit shumica këto, jo në Australi, janë shumë të edukune dhe janë shumë të disciplinun, muj me thonë 20 vjet jeni ju për mas. Në qëfë se vim në nivelin e 20 vjet për mas këtu, muj me dhe na me fillu sot. Dje është e kalusmja, sot është momenti, është e vërteta, nesër mundet më konë misterioze. Nuk di ma do t'jena këtu. Do më thonë kalusën e lojmë si kur kaluse, që tash jena ka mësojmë dishka. Kur nuk o vonë mja fillu dishka për me të mirat e tuja për shëndetin tonë, edhe gjithmonë do të fillon prej ushqimit që do t'a konsumojmë, prej habits, prej pjaroj fjelen habits, mi përkthy, bad habits, good habits. Shprehit, faleminderit, anglisht në shumë të mirë, faleminderit. So për shprehit e këqia, do më thonë na vetë duhem më vendos, a dojmë milion për dje, apo përdojmë me vazhdu edhe mi konsumu sot. So e fillojmë me një dietë që e dim që është e mirë për neve, është shërim për neve, nuk është smundje për neve, nuk është aformim negativ për neve, por është shërim. Fillon prap prej vetë vetës. Vjen në momentin që dishka je smu, për shkon të mjeku, për pret prej mjekut, me ta jap listën, duesh mi ndërprej këta, duesh mi ndërprej këta, duesh mi ndërprej këta. Jo, ma mirë aftësoni vetën, ju për vetë vetën mu bo mjek, prej fillimit. Ju jeni shka hani, shka pini, dhe ushtrimet që i bëni për mentalitetin e juj, për fiziken e juj dhe për shpirtin e juj. Me teknologjinë e sotit, unë e pivrej, të tëne kanë telefonin,
edhe pi prekin pullat. Shumë më kishë interesu mu konë afërt se cilit edhe mi këqyr cilin pullë ka prek. Une vendosi mi prek pullën e aformidhënve dishka më mësu ma mirë se shka pash pash në momentin qëtash. Sot me një prek në pullës teknologjia na ka pru krejt për para ato të 30 vjetëve të kalume që unë jëm du të mi fol, mi rekordu, edhe mi shkru e mi shit për tjertë më mësu. Sot janë krejt lira. Google është e mushne me ideja, qysh mi abo mi hup 5 kg, qysh mi abo mes mi kriju këtë smuje, shka me hongër për me na ishnosh prej kësej, për me na ishnosh prej kësej. është krejt aty. Aformimi jam është. Ti vetë duesh me vendos, kur e ki menen mi anis me të vërtet, mi rnu një jetë, pa dhimje, pa dirte, pa mërzina, pa probleme, po totalisht e letë, i lirë, për gjitha mërzijave, hallëve, streseve dhe depresioneve, që ju vetë vetës ja boni. Të flasim pak për pjesën e meditimit. E dim që mbahen seanca të ndryshme me klientët tu. Sa është e rëndësishme meditimi për me qenë shëndetshëm dhe me largu depresionin, forma të ndryshme të stresit? Për të tënëve neve është shumë interesante që bile një herë në ditë ta gjuajmë një moment. Momenti i meditimit mundet mu konë kudo që je. Për mi aformu vetë vetën edhe mi gjetë vetë vetën, e gjonë një vend ku me të vërtet pra një minute pash vrasje, pash vdekje, pash piskam, pash dhimbje të ndryshme. Sytë e mi është shikimi, aformimi tash për mi ngull në mendjen teme shka kum pa, krejtë mvrajt prej me e sa ka menen mi përbi që thojmë na, mi digjestu për mu kujtu. Unë e vendosi që shka pash, po tash pisho dhe një vend tjetër, ku nuk është shka ka ndorë, edhe atë mund është mi mshel sytë, vetëm për 3 minuta. Sytë e mshelen, janë veshtë tu të mshelen, edhe mund është mi bloku totalisht atë shikim, atë ndigjim, për arsye se ti, si kur unë je shumë i vogël apo shumë e vogël, që do të mëshëm me bo dishka, edhe mi ndryshu atë në momentin. So momenti është krejti joti, për mi pështu vetë vetën, pështimi jotë është në atë moment, që totalisht blokon qëto gjohë. Na jena sikur që kjo gastarja me ujë, po rrim të e mush, edhe mushët dhe i këto, janë isë modern. Thojmë, koka është mush shumë, shpirti është mush shumë, është domosdoshme çdo ditë, bilim 3 minuta, të kohës jote mi gjetë edhe mi shprazë vetën. E vetë mja shprasi, e që asej gastarës që është ka eksplodon me ujë, u bo shadravan me ujë. Ti vetë vetës vendosë dhe gjoni ko me frimarjen tone, që vetëm ti e gjonë vetën, si kon që pi gjoj vetën në qitë moment. Edhe jëm ka foli, edhe vetëm unë shka kom dëshirë mi li vetën. është momenti, është specializim. Me vite kum kalu shumë ko me monks. Thirën disa njerës që i kini pa me tesha portokalli, nuk kanë flo. Ata janë një dër mediator apo meditarët ma të mdhaj që egzistojnë në krejt botën, rnojnë në bjesh. Mirë, në Kosovë sa kemi nevoj për këtë lloj lëmie Gjakovë? Unë observova mjaft që jëm ka këqyri kur më ardhë dhe mi anisë dhe mi qelë disa ordinanca.
apo disa recreation që thojmë na, një vend sikur tretman, që është sikur shtëpi apo sikur hotel, që dikush do të vjen edhe do ta bën programin tan 6 javë bile, qofse keni dëshirë, është për ata që janë me droga, të fella, edhe dikush prej familjes u zgju, edhe ka mendin mi ndihmu. Ju merr 6 javë. Për disa atleta ju merr 6 ditë. Po është një reakcion që është krejt shka han, shka pin, edhe qysh duhesh më ditë kur më marrë from thell e kur më shliru. Cila është këshilla e ESM-s për duhan pirëset, për ata që dojnë milion duhanin? Jam hazër dhe përgatit në për gjithë ata që kanë dëshirë me të vërtet me më ndigju, që pjo japi një resepi shumë thjesht, për shumë efektive. Prej të honës deri në diellën e merr një fletore edhe shkruan të honën, në ora kaq e nisa edhe dheza cigaren numër 1. Është shumë kryesore interesante, masit që e dhezë cigaren, mi shkru orën edhe shka të boni ty, shka mendove ti, shka të pruni ide ai rast që ti u duhet mi dhezë cigaren. Edhe në qëfëso ora 5 në mëngjes, edhe në qëfëso ora 7, shumë interesante është që ti mi shkru shkrimin shka të boni ty, shka mendove që e pive. Ashtu shkon të honën, deri në 15, deri në 20, deri në 30 qipin, duhesh mi shkru afirmimin pse e pive. Të honën, të martën, të mërkurën, të ejtën, premtën, shtunën, diellën. Ashtu të bën, javën e parë. Javën e dytë, e merr edhe një listë, edhe mnon afër të parës. I bashkon. E honja pas ka qenë në ora 7 pas na mi veten kështu, edhe kum dhes cigaren. Në ora 9, në ora 10, për shkojmë deri në ora 12 natës. Edhe ti vetë zgjedh, cilën orë që asaj ditës të honës vetëm, kishe pas qef ti vetë mi eliminu. Mes mi përsërit, mes mi një vetën qashtu, do më thonë, eliminimi i qasej ideje që ti nuk e ki mendën me menu ashtu, so kone keqja di shkafës, ti e hek një cigare dhe ki mungi, vetëm për një në javë. Jo krejt paqeten, jo gjysen, po vetëm një. Një eliminim e ndit i të duhonit, ajo është fakt që ju kur nuk keni mi kthy për mas, edhe mi pi njëjtën mas, për shembull kanë qenë 15, e heke një mesin 14. Vjen të honën qetër, bohen 13. Vjen të honën qetër, bohen 12. Ajo është qëllimi që ti gjithsesi je ka eliminon cigaren prej mendjes mas pari, mas anaj prej trupit. Cigareja duhoni është sikur edhe një drogë, është addiktive edhe ka me të bo për veti. Unë e ta shes jetën tome. Ti vjen edhe blen jetën ndaj meje, ti më vetë mu. Sa muj me fitu jetë ESM-a, masi që do t'alo duhonin, unë e do t'veti ty sa vjetë ki pi duhon. 15, do t'merr 25 vjetë për sistemi jutë me tu këfil, me tu pastru. Po ma mirë s'pilo heq, më varet prej teje. Do me thonë ti vetë zgjedh, apo do me ble jetë, apo për do mi maru jetën. Edhe është vërtetim që ti gjithsesi ki milon duhonin, a ditë që e kilon një e ki pi ma mungi, klasifikohet që ti e kilon duhonin. Do me thonë pastrimi dhe shërimi fillon prej ati momenti që kur eliminon një cigare e nditë. ESM-a, ne kishëm bisedu shumë ma gjatë, ka edhe shumë pyetje për ty që kishim marrë shumë përgjigje të mira dhe që na kishin ndihmu gjithëve. Po cili është mesazhi i ESM-s për gjithë ata që po na shikojnë përmes kësaj interviste? Vetëm më mësoni afirmime pozitive, shumë prej neve vim prej shteteve tjera, nashta që jena shkollu atje edhe jena specializu atje, por me të vërtet vim me një qëllim që jeni populli jon edhe ju na meritoni, sikur që populli huj për na meriton. Mësimi jam është një afirmim që
qofse ti, vetëm si një persone, me njoftove edhe mësove diçka, për mu është e mjaftueshme që e di ka me të metë ty në zemër, në shpirt edhe në mendje, si kur tatu që kam unë këtu, që thot, Esma shqiptare e Kosovës, edhe qërnoj në Australi krejt jetën teme. Faleminderit shumë për këtë intervistë, Esma. Presim prapë në Gjakov. Faleminderit që më patet, edhe këshyri që më ardhë prapë, sa ma shpejt. Shpresojmë, sa ma shpesh. Faleminderit. Historian, na fisi pa si. Sa projekt.